Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Ky episod do të quhet Rikthim te fytyra jon, se kështu mendoj jo vetëm unë, por i gjithë Instagrami, ka një lodhje globale nga Instagram Face, edhe po ta keni vënë re, që sigurisht e keni vënë re, se gjithë rrim në telefon, yjet e Hollywoodit po kthehen tek fytyrat normale, sigurisht me ndihmën e kirurgëve plastik, me mjekësinë, me teknologjinë. Dhe unë doja të flisja me një doktor, me një kirurg plastik për këtë fenomen që na ka prekur këto vitet e fundit të gjithëve. Dhe ai është Sokoli Saraj, unë sigurisht që kam respekt pa e kam ftuar. Faleminderit për ftesën. Dhe jo vetëm për doktorin, dhe jo vetëm për temën që ne do flasim, por e sqaroj që në fillim unë nuk bëj pjesë fare doktor Sokoli tek njerëzit që duhet thonë po ose jo, apo që fshihen pas gishtit dhe bëjnë sikur janë kundër kirurgjisë plastike, kundër mirëmbajtjes. Unë jam për masën. Dhe jam me fat që nuk më ka rëshkitur këmba, por nga ana tjetër, unë për shkak të një diagnoze që ishte vetëm shëndetësore, unë jam sot një njeri që nuk e kam humbur atë, si me thënë, ndjesinë femërore për shkak të gjinjve të mi, të cilët i kam rregulluar me kirurgjinë plastike. Kështu që në këtë moment jetës time, ndoshta ndër më të vështirët, unë kam thënë vazhdimisht, ja kam thënë dhe ta Bodecit në podcast, që dilja para pasqyrës dhe thoja, doktori është shumë i mirë, po mjekësia është e mrekullueshme. Shkenca është e mrekullueshme, kështu që e nisa me kësa anë pozitive që të mos përgatitej njerëzit që unë kam marrë një kirurg plastik, edhe tani do ulemi këtu dhe do shajmë dhe do kritikojmë dhe do moralizojmë, do japim mend. Jo, unë dua vetëm të sqaroj. Shumë faleminderit për ftesën. Ne vazhdojmë të jemi në këtë presionin e rritjes shumë të madhe që ka kjo puna e kirurgjisë plastike dhe duhet të përshtatemi me këtë boom të madh të kirurgjisë plastike. Nëse ju e shihni, po të kërkoni sot në Tiranë, nuk e di se sa klinika janë që kryejnë kirurgji plastike, sepse përveç kirurgëve shqiptar ka shumë kirurg të huaj që vinë. Turq, italian, grek. Pa, edhe brazilian kam dëgjuar diku, kështu që ato me siguri vinë për po tani Ilato B. Po mendoj që edhe sikur, domethënë, mos ishte për atë arsye me këtë fluks të madh të kirurgjisë plastike, me aq kirurg plastik sa jemi ne në Shqipëri, nuk do të përballonin dot, kështu që në një farë mënyrë është një zgjidhje që të ju ka lehtësuar ju, kaq shumë punë ka. Po, mendoj që po, sidomos me këtë turizëm mjekësor ka një boom të jashtëzakonshëm. Përtej boomit që ka kirurgjia plastike, por ka një problem që shpesh kirurgjia plastike kur flitet përfshin gjithçka, edhe këto shiringat, filler, mezoterapi. Në fakt, kirurgjia plastike është kirurgji plastike, kurse këto dermatoestetikën do ta veçonim dhe është një gjë tjetër. Ajo është akoma e përhapur në Tiranë. Unë sa herë që më vjen dikush dhe thotë shikoj se kam për këtë procedurë, jam i sigurt që do më thojë një emër klinike të re, sepse përveç atyre që kanë ekzistuar, shumë mjek bëjnë kurse dhe me aq kurse sa bëjnë hapin një klinik vetëm, kush ka mundësi financiare dhe fillon ushtron këtë gjën e dermatoestetikës, plus që prodhohen vazhdimisht specialistë të rinë në dermatologji, kështu që është me të vërtet një boom që Shqipërisë nuk e di se si po ja mbajnë këllë. Po, biznesi madh, biznesi fuqishëm, industri e madhe, je totalisht i bombarduar me thënë të drejtën, po të hapësh Instagramin dhe një herë të hapësh një mjek, për të parë se gjithë jemi kurios për të parë një facelift, janë koranët, se që kanë nxjerrë disa metoda, disa tërheqje. Unë nuk e di nëse janë të njëjtët më në foton e pasaportës, si ja bëjnë për t'ikur prapë në Kinë, nga Korea në Kinë. Besoj që ndihmojnë shenjat e gishtave. Okej, shumë mirë, ja kështu me shenja gishtash, se po ndryshojmë shumë. Tani, si një njeri fushës që ka rregulluar portrete, sepse ke prekur hund, ke rregulluar vesh, ke bërë liposuction, ke vendosur gjinjë, pra ke ndryshuar identitete. Kur vjen një grua tek ti, apo një burr, se besoj dhe më duket edhe burrat po merren shumë me gjërat vogla, po dhe ato e kanë me qef. Njerëz janë dhe ata.
që jetojnë, që e pëlqejnë plastikën, e kupton, arritëm në këtë kohë që të themi kështu. Çfarë ju këshillon një mjek, sepse shiko, vajzat e reja mund gabojnë. Edhe gratë, edhe njerëzit e pjekur mund gabojnë, se ti i beson, dikush thotë që kjo është një metodë e mirë e besueshme dhe ti duhet ta bësh dhe pastaj përfundon si e pickuar nga bleta. Por unë mendoj që përgjegjësia më e madhe sigurisht është e çdo njeriu, secili është, ne kemi kokën tonë mbi shpatulla, por është e profesionistëve. Dhe kur vjen një pacient tek ju, doktor Sokoli, çfarë është, cilat janë pyetjet që ju i bëni dhe çfarë keni ju një lloj meraku për të mos ia ndryshuar? A bëni pjesë tek njerëzit që insistoni që ti thoni shiko, mbaj këtë undën tënde, s'ke nevojë ta ndryshosh shumë, është identitet, është mbiemri yt, është familja jote, është genetika. Tani ajo ka ardhur për ta ndryshuar ose ai, kështu që unë nuk mund të them se rezistoj shumë. Sigurisht nëse shoh gjëra që janë në fjet perit, pra ku ti i kërkon ndryshime shumë të vogla, unë do ta refuzoja me shumë dëshirë, sepse aty ti e ke margjin e gabimit shumë të vogël, mund të gabosh shumë kollaj. Je si një pelivan që ecën ta i trau ekuilibrit dhe gabimi më i vogël do të kushtoj shumë nga pikpamja e shqetësimit të pacientit, e shqetësimit tënd, sepse duhet ta dim që kur diçka nuk ecën mirë, patjetër që është shqetësim për pacientin, dhe gjërat nuk ecin mirë ndonjëherë, që të jemi të sinqertë. Është shqetësim i madh për pacientin, por nuk është e lehtë për doktorin, sepse asnjëri nuk niset për të bërë një gjë dhe për të pasur pastaj pasojat. Por duke qëndruar tek këto pyetjet, nëse dikush vjen tek mua dhe thotë çfarë do ndryshohet tek mua, nuk e di, do ndjesha keq, në kuptimin nuk do të jepja dot përgjigje, sepse është një pyetje shumë evazive. Kështu që unë mundohem që ta kanalizoj bisedën, çfarë do doje ti të ndryshoje, në cilën pjesë të trupit, në cilën pjesë të fytyrës, do kapakët e syrit, do papaja përmendur, në të nuk është se jam unë këshilltari, le të themi estetist për t'i thënë dikujt që shiko ti do të bësh këtë sepse kjo nuk më pëlqen kjo mënyrë e afrimit me pacientit. Pra dua që pacienti të vijë tek mua dhe të më kërkoj ide për një procedurë të caktuar ose një pjesë të caktuar. Pastaj gjatë bisedës, le të themi nëse ai kërkon që të bëj një lifting dhe thotë shiko se unë dua vetëm lifting të qafës, atëherë pastaj fillon thellohet biseda se ky lifting nuk mund të bëhet thjesht me një prerje këtu, po do bëhet me një prerje këtu. Kjo mund të ndihmojë që të rreqësh pak edhe këto nazolabialet e kështu me radhë. Por që e vërteta është që unë i këshilloj që të mos kërkojnë gjëra të egzageruara. Gjithmonë kënaqem kur pacientët në fund të ditës, pra në fund le të themi dikush që ka operuar hundën, pavarësisht se mund të mos jetë ajo gjëja që kërkojnë moshat nga 20 deri në 30, që ashtu e kërkojnë në fakt një hund të harkuar me majsi për të hollë. A ju shkon të gjitha ajo hunda? Jo. Dhe unë jam i sigurt që të gjitha ato që e bëjnë dhe kërkojnë këtë, kur të vend 35 do pendohen dhe duhet të kthehen pas. Por fatmirësisht kjo puna e Instagramit na ndihmon në këtë drejtim. Për shembull, dikush vjen tek mua thotë doktor, unë po vi tek ty se e di që ti nuk bën gjëra të egzageruara. Pra unë kam Instagramin tim, nuk jam fare aktiv me volumin e punës që unë bëj, dhe ato fotot që unë nxjerr aty janë origjinale, pa filtra, pa retouch, pa asnjë gjë. Dhe ti kupton, ose ai që kërkon për të parë, për të gjetur një kirurg për këtë, thotë shiko se unë do shkoj këtu, nuk do shkoj te ky tjetri që i ka gjitha hundët njësoj, i ka me shumë hark, me shumë maj përpjet. Pra në një farë mënyre, Instagrami ka gjitha të këqijat që do të të themi. Jo, ka dhe shumë të mira Instagrami. Po ka dhe në këtë pikpamje ka një të mirë shumë të madhe për ne, sepse bën një filtr të vogël, por fillestar. Edhe tek unë vjen ai që do atë rezultat që unë mund t'i ofroj. Dhe siç e nisa që thash, kur dikush vjen në krye të një viti dhe thotë doktor, jam mirë, kam një parregullsi të vogël këtu, po ajo gjëja që më pëlqen më shumë është që të gjithë më shohin dhe më thonë se çka ke ndryshuar, po s'po e kuptoj dot se çfarë. Pra kur ti Kjo quhet mirëmbajtje. Kjo është për hundën jo, mirëmbajtje. Okej, po kjo quhet diçka e bukur dhe nëse e bën dhe ti nuk ke ndryshuar identitet, dhe ti thjesht je zbukuruar dhe dukesh mirë, kjo më duket arritje mua. Kjo është arritjen time më të madhe. Pra kur dikush më vjen dhe më thotë këtë, them që tani objektivi im është realizuar 100%. Edhe pavarësisht se
mund të mos kesh atë, domethënë milimetrin, ku diun, ose harkun që ti doje, kjo është gjë më e rëndësishme. Sepse në punën tonë, unë do thosha që nuk ka asnjë gjë perfekte. Biles shumica e kirurgëve kanë të diku aty në tabel një parull që thot perfekcionizmi është armiku ynë më i madh. Pra nëse ti synon që të bësh perfekte një gjë, absolutisht që unë nisem për ta bërë atë, dua që të mos gaboj, puna ime të jetë flawless, pa asnjë gabim, por kur ti synon perfekten dhe do, jemi i prirur për të gabuar. Doktor Sokolja, nuk mendon që perfekte është natyra? Është vetëm natyra? Mënyra se si jemi krijuar ne dhe se si jemi. Kjo është i diskutim që i të kalon për shëntime, sepse për ndryshë pasaj do ja pasu. S'do vinë tek ti, do të vinë gjithsesi ripa merak, vetëm thuaje. Në fakt, jo gjithmonë, më thëmë perfekt, nëse e marim në tërsinë e njeriut, në mentalitet, në sjellje, në ndjenja, unë them që po, ti duhet t'jesh ti në çdo ditë jetës tënde, të jesh vetja jote më e mirë çdo ditë jetës tënde, por tani kur dikush, le të themi, po vjen dikush që një femër që e ka vuajtur gjithmonë gjoksin e vogël ose mungesën totale të gjoksit. Apo gjoksin shumë të madh që bën atë. Apo gjoksin shumë të madh kur redukton. Po, gjitha këto ndihen shumë të lehtësuara kur kjo emet, le të themi në thonjza, i korrigjohet. Dalin lirshëm në plazh. Unë kam pas paciente që janë vajza shumë të bukura, njëra prej tyre ishte nënë e 2 fëmijëve, po ta shifshe ishte një mrekulli dhe dëgjoj që unë nuk kam dalë kur në plazh. Më ishte, jo, nuk kam mundësi, e kupton, goca ishte shkolluar, nuk kam dalë, nuk mundem, po pse, po gjoksi. Kështu që kur ka një pengesë kaq të madhe, pse jo. Pra në këtë kuptim, perfekcionizmi në total mund të ekzistojë, po kështu gjërat vogla e bëjmë perfektën dhe më perfekte. Po, atjetër, njeriu nuk ngopet asnjëherë me bukuri, gjë e mirë është, por është edhe, ka dhe ato fazat e rrezikshme dhe ne kemi, bota duket sikur e ka kaluar atë më të rrezikshme, ose të paktën nga ajo që unë lexoj nga artikuj dhe nga çfarë shoh online. Pra, kishte një moment ku njerëzit pak a shumë gratë, kryesisht vajzat, të gjitha ka ende ashtu, që kam të njëjtën buzë, të njëjtën mollës dhe me që kam këtu një mjek, pse dalin të gjitha njësoj? Shiko, unë mendoj që këto janë njerëz që frekuentojnë të njëjtat rrethe dhe duke sikur imitojnë njëra tjetrën. Dhe jam i sigurt që ky rezultat nuk arrihet me një herë të shkuar te doktori, sepse dikush që ka atë buzën ashtu plampi siç e shef ti, nuk e bën me një seancë, si është i sigurt. Po pasi bën, thot, sikur ta kishte edhe çik më shumë, shkon prapë pas 2 javësh te doktori si 1 muaj ose tek dermatolog. Quhet blind filler kjo, që verbohesh dhe ti ke dëshirë të vazhdosh të shtosh, nuk ndalon dot. Nuk ndalon dot. Po çfarë ndodh në tru? Po nuk e di. Se ke kuptuar çfarë ju ndodh? Nuk e di. Kjo është pjesë që nuk merrem shumë atë drejtën, po kjo është në diskutimin e, për shembull, po të diskutojmë për tendencat. Dikur edhe unë kam arritur atë fazë, deri para 10 vjetësh, nuk donte asnjë femër që të kishte një palë nazolabiale. Dhe, më thënë, filluan që çdo gjë të ishte e sheshuar, po të dëgjosh blogerët, po edhe kirurgët që janë shumë të famshëm, tani thënë, jo, duhet një palë nazolabiale. Nuk ka se si ti të kesh çdo gjë të konturuar. Kështu që pak a shumë filluan që të tërhiqemi nga kjo pjesa e mbushjes së kësaj palës. Ti mundesh që ta bësh atë, ta sfumosh pak, por nuk mund ta bësh pa një kontur, sepse ajo ka bukurinë e vet. Kur ti qesh, mua më pëlqen shumë kur të krijohet kjo pala këtu. Po krijohen ca pala. Jo këtu jo, po të bëj këtë nazolabialen, po kudo. Po s'ka gjë, jo. Kështu që jo, është shumë e bukur. Domethënë në momentin kur ti del kaq ndesh natyrës, jam i sigurt që këto gjëra bëhen, po janë eksperimente të përkohshme. Janë të shkurtra. Ose le të themi ajo që sot një pjesë shumë e madhe e femrave në Tiranë vuajnë, janë bushjet me silikon. Ka qenë një periudhë që filluan të mbusheshin me silikon dhe sot ti nuk e kthi më mbrapa. E vetmja gjë që mund të bësh, më vjen shumë keq kur vjen tek për të marrë një këshill, edhe e vetmja gjë që mund të bëjmë është që të reduktojmë këtë buzën, po jo se reduktohet silikoni. Silikoni është aty i përhapur në shtresat tindore dhe ti nuk mundesh ta heqësh. Përkundrazi me që buza duket shumë e madhe, ti bën
reduktim të buzës. Mozara, si bën dot gjë. Injeksionit këtu te këto palat nuk i bën dot gjë. Ti mund të shohësh në rrugë femra që e kanë këto shumë të bombuar dhe nuk ka shpëtim për ato. Kështu që kjo ishte një periudhë, nuk besoj se vazhdon më, por pasojat janë ndonjëherë të pa korrigjueshme. Dhe kur dikush, meqense nuk kam praktikant i rëndomt, i rënd, në kuptimin jo i rëndomt, në kuptimin e keq, po i shpesht i fillerave, edhe kur dikush kërkon që të marrë një mendim, le të themi një pacient që ka bërë diçka tjetër dhe thotë dua të bëj këtë gjë, unë i them provoje, po asnjëherë me një filler permanent. Provoje një herë me një filler të përkohshëm dhe pastaj shife. Filleri i përkohshëm ka Sa zgjat? Po varet nga lloji fillerit, nga thellësia ku aplikohet. Ndonjëherë shumica për shembull të buzëve zgjasin 4 deri 6 muaj. Ku shkojnë pasi tretën? E nxjerrim jashtë në fillerin apo mbeten diku nëpër trupin tonë? E degradon organizmin me anë të enzimave të veta, sepse ai është kryesisht acid hyaluronik, që është përbërës natyral i trupit tonë. Dhe trupi ka hyaluronidaz, pra trupi i njeriut, le të themi në vijat përgjithshme funksionon me ripërtëritje. Shkatron, rindërton, kështu që ka enzim hyaluronidazë në trupin e vet. Por ndërkohë sot në treg ka hyaluronidazë, edhe nëse ty nuk të pëlqen ai efekti, ti mund ta shkrish. Pavarësisht se thuhet që një herë ke aplikuar filler, mos pretendo se 100% e fillerit do t'iki, por diçka do të ngelet aty, nuk e di, 10-20%. Dhe unë e kam parë dhe jam habitur nga ky efekt që këtu e 15 vjet përpara, kur dikush erdhi për të korrigjuar undën dhe i them dëgjoj, ke një defekt vogël, nuk e kisha bërë, mund ta kisha bërë dhe unë, çfarë rëndësie ka, por i shpëtova një operacion sepse i thash, unë do të t'injektoj ty një filler, e shohim si është ai efekti dhe pastaj pas nga 3 vjetësh e shoh në rrugë dhe i them, tha doktor, unë s'kam nevojë vi më. Pra në një farë mënyre ai filleri nuk i shikur, megjithse firma që prodhonte thoshte që për 9 muaj do të jetë i ikur. Pra të gjithë mendojnë se diçka ngelet, tani është vetë filleri, apo është reaksioni që shkakton ai në organizëm, ai scarring process, procesi i cikatrizimit që e jep atë, këtë nuk e dim, por dim që diçka ngelet. A ka të reja për me që jemi të këto scars të shenjat që mbeten për të... Ka gjetje që cilat mund t'i shërojnë, mund të shkoj lëkura si që ka qenë më përpara? Që ta fshishin shenjë si me gomë? Si me gomë? Kjo është preja që i them unë gjithë pacientëve, sepse do të fjala kirurgji plastike në një farë mënyre i intrigon, edhe kanë shenja të operacioneve, që edhe thot doktor erdha që të ma heqësh të shenjë, i them po unë s'ta bëj dot më mirë, po kirurgjia plastike ka ecur kaq shumë si ka mundësi. Në fakt, unë i them gjithmonë atë pacientët mi që kirurgët, njerëzit bëjnë mëkate, nuk e kam thënë, nuk e ka thënë dikush tjetër, dhe kirurgët lënë shenja. Duam apo s'duam. Edhe në momentin që unë vë bisturi shenja do jetë aty, sa e dukshme, sa e theksuar, sa e fshehur do jetë, pastaj është histori tjetër. Sa mund të bësh ti për ta përmirësuar atë, është një gjë, po një shenjë do jetë aty, do jetë është e pashmangshme. Pra, ku kirurgu vë bisturi, do ngelet shenjë. Gjithë problemi është, do të thoni ju, po shiko se ne shohim gjithë to që kanë bërë facelift edhe ti nuk i shikon shenjë, ashtu është. Ato e kanë pas veshit, më duket. Po, facelifti ka një prerje që shkon këtu, futet pak mbas veshit, do vazhdon edhe këtu sipër, pra futet pas mbas veshit. Dhe vetëm shenja që ti shef janë këtu edhe këtu. Por kirurgu kujdeset që ti vëri ato tek dritijet, highlightet që kanë kurbaturat dhe me kalimin e kohës ato nuk duken fare. Por shenjat, po ti kërkosh janë aty, janë fine, janë bukra, imitojnë rrudhat normale të trupit, por janë aty. Ose dikush që vendos protezë, ka shumë mënyra për t'i vendosur, ka nga poshtë, ka rreth rototitit, ka që vendosin nga sqetulla. Cilat pëlqen ty? Po, unë zgjedh ato poshtë gjoksit, sepse është më komode, t'jep më shumë mundësi të manipulosh, të krijosh, të kontroll. Gjithë problemi është te kontrolli i xhepit të protezës, dhe ajo t'jep kontroll më të mirë, por ka raste që e bëj edhe rreth rrotull areolës për një deformim të caktuar, që quhet gjoksi tuberosi, e ka një pjesë e vogël e femrave, por në përgjithësi ajo vendoset aty tek pala që normalisht trupi ka. Dhe sa herë që kirurgu vendos një prerje në një palë natyrore të trupit, ajo do jetë shenja më mirë e mundshme.
Ja, u thua pacienteve grave, së janë paciente se janë shëndoshë mirë, vinë vetëm për të perfeksionuar perfeksionin, që pas një ndërhyrje në gjinjë plastik, ka humbje të ndjeshmërisë? Po nuk ka, kush tha që ka? Dhe nuk ka? Jo, nuk mendoj që ka. Do më thënë, sidomos për proteza për flasë. Për protezat flasë, sepse unë kam takuar vajza që e kanë bërë këtë gjë dhe thonë që e humbin pak ndjeshmërinë. Ndoshta kanë qenë të kombinuara edhe me ngritje. Ndoshta me reduktimin. Mastopeksi, që të ngritjet i gjoksit. Aty ka prerje edhe ajo është një nga ndërlikimet që ne ja numërojmë pacientit. Pjesa më e madhe nuk kanë më njëherë pas operacionit, si ato që bëjnë ngritje, si ato që bëjnë reduktim, ose ngritje plus protezë, por në pjesën më të madhe është e përkohshme, por mund të jetë permanente, edhe ndodh. Sepse njerëzit janë, secili është unik në fakt. Absolutisht. Edhe unë nuk mendoj për sa kohë dikush firmos që është dakord me këto ndryshime dhe aty ka edhe klauzola që ti nuk e di asnjëherë se si do dalësh nga një operacion. Kur ti lexon një konsensus për një operacion, nuk besoj se dikush i futet të kaq detaje. Jo, po aja ma është aty, po ta mendosh është aty. Absolutisht, është aty. Dhe nuk është kot. Po, jo, nuk është kot, nuk e kanë nxjerrë unë, është protokoll. Do isha i çmendur thola që kanë nxjerrë unë, sepse është përvoja e gjithë botërore, e gjithë kirurgëve të botës, dhe aty ndonjëherë përmend edhe ndërlikime që ndodhin shumë rrallë, sepse është ajo ideja që ti do ta dish që kjo do ndodhi. Unë them që kjo nuk e mbron kirurgun nga përballja me pacientin. Prandaj, ai është një formalitet që ti je i detyruar ta bësh, ti je i detyruar ta informosh, por nuk të mbron nga përballja me pacientin, nuk të mbron nga komplikacioni. Ndërlikimi është prapë i vështirë për të përballuar. Sepse është njerëzor më pas, është... Do të thënë, aty ku ndodh, thotë, shiko, po unë ta kam thënë, po jo, po unë gjithmonë njeriu thotë pse mua do më ndodhi, edhe e firmon shumë kollaj edhe. Por që është mirë, kushdo që shkon te një kirurg, ti jetë i mirë informuar, sepse është shumë mirë kur ai e di që kjo ka ndodhur edhe më parë. Se gjëja më e çuditshme është kur mendon që pse më ndodhi vetëm mua dhe nuk ka asnjëriu, në fakt, asgjë nuk është për herë të parë te dikush, sepse diku ka ndodhur, vetëm nëse ke bërë ndonjë. Asgjëri s'është mbi dhe, po. Doktor Sokoli, ajo që unë mendoj gjithmonë në fakt është për këtë historinë e kirurgjisë plastike dhe për këtë pjesën e bukurisë tani, nuk është e lehtë, vërtet po lulëzon si biznes, edhe është shumë i kërkuar, është e dukshme, të gjithë duan të jenë versioni më i mirë i vetes tyre, por nga ana tjetër është dhe surprizë se si do t'jesh ti, si do t'dukesh ti, dhe mendoj që në këtë rast kirurgët plastik vërtet dikush mund të thotë që po bëjnë shumë para, po kanë dhe shumë presion dhe tension, sepse të marrësh në dorë fytyrën e dikujt tjetër apo trupin e dikujt tjetër, nuk është një fjalë goje. Pa diskutim. Unë kam shumë eksperiencë në kirurgji rekonstruktive edhe e thënë me një fjali, dështimi në kirurgji rekonstruktive është totalisht i përballueshëm. Njeriu vjen për të hequr një kancer lëkure, ti bën një rekonstruksion, nuk ecin gjërat mirë, ka një zgjidhje tjetër, po është gjë halli, e thënë. Kurse dështimi në kirurgjinë estetike është shumë i vështirë për të përballuar, është shumë tensionues për kirurgun, për pacientin. Ke patur ndonjë moment vështirë? Po sigurisht. Si e menaxhon? Në fillim e kam shumë të vështirë, por e vërteta është që unë ato momente të vështira i kam pasur të padrejta nga pacient që kjo është gjëja që unë shpesh i them vetes që duhet të ulem dhe të flas mirë me pacientin, sepse kemi disa në mendjen tonë që 1, 2, 3, 4, 5 mos e bëj. Dhe një nga gjërat që duhet ta filtrosh mirë është pikërisht statusi psikologjik emocional i pacientit. Pra nuk duhet të gënjesh nga i entuziazmi. Për shembull, një që kam pasur unë ka qenë një paciente që ka ardhur, pa s'dua të jap detaje, por që u ul edhe tha me lër ditën e operacionit. Dhe po pritet që jo. Dhe ajo më ka sjellë mua problem më të madh. Në thelb për mua ishte rezultat nga 1/10/8, por duhet ta kisha shmangur sepse nuk ishte mirë. E kupton? Çfarë nuk i pëlqeu? Hunda. Ndërkohë që ti mund të shofësh në përvojën tënde ca gjëra që s'të pëlqejnë ty,
edhe pacientët shikojnë anën pozitive të gjë se janë shumë të kënaqur. Kështu që mendoj që me një çik filtr më të madh tek përzgjedhja e pacientëve mund t'i shmangësh pjesë. Pra unë po jam i sigurt që 2 ose 3 raste që më kanë bërë flas me vete, janë raste që nga 1 te 10 janë tek 8, por që kanë quajtur veten te -8 edhe kanë krijuar probleme edhe për veten e tyre edhe për mua. Unë nuk është se kam ndonjë urrejtje, mua më vjen keq që nuk i ndihmoj dot për dhe domethënë një farë mënyrë fajsoj veten time që e çova deri në operacion, sepse mund të ishte shmangur fare mirë kjo situatë. Mund të ishte thënë jo. Po do thoni do shkoj diku tjetër. Po pra po, tani do përgjashta është në fushën time edhe unë thjesht nuk kam asnjë urrejtje, mundohem të dëgjoj, mundohem të kuptoj dhe them si ka mundësi domethënë, si ti ndihmoj, po ka një pjesë që ti nuk e ndihmon dot, sepse janë krijuar ashtu, kërkojnë gjëra të paqëna dhe gjëra që nuk bëhen dot. Edhe ta bëjnë jetën çik të vështirë. Po ka dhe nga ata që ta bëjnë jetën pak të mirë, sepse ju thonë fjalë të mira, janë të lumtur për ndryshimet, janë mirënjohës, shkojnë bashkë. Pjesa më e madhe janë ashtu, edhe le të themi një pjesë nuk është se reagojnë shumë më pas, po ka pacient që të vënë në vështirësi me fjalët e mira që thonë për ty edhe pas 10 vjetësh dhe ti mundosh ta kujtosh kush është dhe pastaj edhe që thonë fjalë që dikujt i kam thënë, shiko se këto që thoni ju, mua ndonjëherë më ngrohin më shumë se lekët që marr nga operacioni juaj. Ose le të themi janë me të vërtet shumë të mira, shumë motivuese edhe që ti do. Më vjen mirë që është kështu, që të ngrohin më shumë se lekët. Po. Bën facelift? Po. Çfarë ndjen kur merr fytyrën e një gruaje? Çfarë mendon, çfarë masash? Dua të më shpjegosh edhe si ndjesi, po dhe si arkitekturë, sepse unë mendoj që kirurgët plastik nuk duhet jenë shitës të bukurisë, po duhet jenë arkitekt të identitetit të fytyrës që kanë përpara. Sigurisht. Tani teknikat e faceliftit kanë ndryshuar të mesisht. Po, dëgjojmë çdo 6 muaj një teknikë të re. Po, le të themi kryefjala e kohës është deep plane facelift. Unë nuk është jam... Qa do të thotë kjo tani? Kjo do të thotë... Kjo me të thellë. Me të thellë është që në krahasim me teknikat tradicionale, pra le të themi facelifti në fillim ka filluar hiq pak lëkurë, edhe bën këtë efektin që ti bën me dorë. Pra ai ku kjo rrudha... Të e bëj unë para pasqyrës. Për këto që quhen javels, më pëlqen ashtu dhe mirë do ishte. Por nuk funksionon kështu në... A del ashtu si që është para pasqyrës kur e bën faceliftin? Për shembull, kështu, del kështu? Po del ashtu që... Unë gjithmonë dyshoj që nuk del kurse si kështu. Po mirë gjëja del ashtu, por problemi është që nuk është kaq e thjeshtë sa ti lëviz me duar, edhe ti lëviz ose në përkthyer në vende të tjera. Shikoj se dua gjoksin këtu, një lëvizje me dorë që ty të duket 3 sekonda, do t'i duhet kirurgut 3 orë që ta arrijë dhe është e paqëndrueshme në kohë, do bëj atë. Kështu që te facelifti më përpara ishte thjesht tregje lëkure, po për shkak të natyrës ne kemi armikun tonë më të madh, kemi gravitetin. Dhe kirurgu plastik lufton gjithë jetën kundër gravitetit. Ndaj një ligji të natyrës. Skandal. Por Okej. Por që të paktën le t'japin përmirësime të përkohshme. Pra ti gjitha këto që ndodhin për te humbjes tek unë kam një gjë që dua ta ndaj me ju Mira që po ta dëgjosh në anglisht, ata kanë një fjalë shumë të bukur. Ata nuk thonë u plaka, po u moshova. Ose gjitha këto procedura që ti shikon janë anti-aging, nuk janë anti-getting older. Pra që këtu fillon qasja që ata kanë ndaj moshimit është, kurse ne themi plakja e fytyrës, nuk kemi në shqip një fjalë kaq të bukur sa aging. Aging është një... Moshimi është në fakt. Është një moshim, por nuk përdoret tek ne, do t'ingëlloje si UFO, po ta thoshe në gjuhën e përditshme. Mund edhe ta përdorim, po ç'rën si ka. Po e përdorim. E themi në anglisht, anti-aging. Anti-aging, do më thënë, ka moshimi, ka ato karakteristikat e veta për te gravitetit që bien gjërat, ka humbje të sasisë djamit, humbje të elasticitetit të lëkurës, të trashësisë, të teksturës. Një facelift sot i adresohet të gjitha këtyre proceseve që e bën njeriu të duket më i moshuar. Pra, korrigjon ato që kanë rënë, i çon në pozicionin ku ishin.
mundohet që të përmirësoj teksturën. Pra ka një procedurë që quhet lift and fill. Edhe në qoftë se ti nuk e fill të pjesën, nuk e mbush të pjesën që të duket bosh, thjesht injeksioni me djam do t'i japi një farë booster i lëkurës me ato faktorët që thuhet që ka djami i injektuar, dhe pastaj futet edhe një CO2 për këto rrudhat fine, dhe në një farë mënyrë të gjitha fenomenet që janë pjesë e procesit të moshimit janë adresuar. Përjashto kockën, sepse edhe kockat e fytyrës pësojnë ndryshimet e veta gjatë moshimit, gjatë plakjes, kanë ato rezorbimet, zhvendosjet, po ta shohësh të rinjt e kanë këtë këndin e noflës shumë të definuar, më të qartë, me kalimin e kohës këtu nga 90 gradë bëhet 120, pas edhe të moshuarit. Edhe kjo është një nga proceset e plakjes. Prandaj dhe ndryshon portreti, se nuk e kam menduar asnjëherë, ne na ndryshon edhe kocka me vitet. Po, patjetër. Ky vektori që kemi këtu, pra një vektor, ne kemi një fenomen, një matës, si themi, vektor pozitiv, që do të thotë, nëse unë heq një drejtës nga vetulla tek molza, drejtësa do të jetë e tillë, pra me këmbë ngushtë. Në momentin që drejtësa bëhet me këmbë të kundërt, ky është një vektor negativ dhe ti do ta korrigjosh. Okej. Në shumicën e rasteve, ndryshimet kockore kamuflohen me shtimin e djamit, ndonjëherë ka edhe proteza për të zvendësuar këtë humbje të masës kockore o të lëvizjen, proteza të molzave, proteza të mjekrës, por që them që vetëm me injeksion djami, kështu që kur ti shikon një fytyrë, i shikon të gjitha këto. Ka një sistem analize që shikon ato që ne i quajmë kompartimentet ose dhomzat e djamit, si janë, ku janë. Janë të shfryra, janë në masën që duhet, por janë të rëna, atëherë mua do më duhet vetëm t'i ngre në pozicionin ku mund të ketë qenë më përpara. Nëse janë edhe të rëna, po edhe pak të zvogluar në vëllim, edhe do t'i ngre, po edhe do i shtoj vëllimin duke injektuar djam nga vetë pacienti. Këtu që quhen jowls, do t'i qoj më lartë, do t'i ngre, edhe kështu me radhë, edhe te prinja e lëkurës, pra në thelb, operacioni lifting nuk është sot hiq lëkurë të tepërt. Përkundrazi, kur hiqet lëkura, kirurgu është sa më minimalist që duhet jetë, sepse less is more, sa më pak, sa më less is more ka një kuptim tjetër, po, edhe këtu mund të aplikohet, por kur hiqet lëkura, ti du ta lësh ato buzët e plagës që mos t'i afrosh me forcë. Sepse një nga arsyet e shenjave të këqija është kur ti një plagë mbyll me shumë tension. Ndërkohë që nuk ke arsye pse. Nëse ti strukturat e mëposhtme, muskujt, djamin e imobilizon, e çon aty ku duhet të ishte, e fikson, pastaj lëkura nuk ka nevojë që ti ta heqësh kaq shumë. A ka programe, doktor Sokoli, që dikush ta shohë se si do duket, apo ti nuk e parashikon dot asnjëherë plotësisht portretin tënd? Po ka, mendoj që ka. Kemi një problem me këto programet, sepse sado që unë përpiqem t'i tregoj një pacienti që shiko se ky është vetëm një software, është një kompjuter, nuk je ti dhe nuk jam unë që po punoj me ty, është një program kompjuterik, kështu që kjo është një gjë sa për të orientuar ty se ku do shkojmë, edhe që bashkë të bëjmë ato korrigjimet e mundshme. Shiko se kështu si e mendon ti nuk e dua, ose shiko se dua të bëj dhe çikta, bëhet dhe kjo. Për të krijuar një ide më shumë. Por nuk është që ti të vish të më thuash mua pas një viti pse nuk më doli kështu si ma ke sjellë në këtë program. Prandaj unë sa herë që afroj një pacienti mundohem që t'ja mësoj shumë kësaj gjëje, që shiko se do ta bëjmë, por thjesht për të ndihmuar bashkë njëri tjetrin se çfarë do duam të bëjmë dhe çfarë nuk do duam të bëjmë. Të riqet lëkura apo të riqen muskujt? Jo, të riqet muskujt, nuk është të kapen muskujt, sepse muskujt e fytyrës janë ato vendet ku kalojnë nervat, dhe nëse ti tenton, dhe gjithë teknikat janë që ti të kalosh sipër muskujve në ca zona dhe pastaj poshtë muskujve për të ruajtur nervat që çojnë impulse tek muskujt. Sepse në rastin kur ti nuk e dhunon këtë nivel, atëherë mund të ngelesh i paralizuar. Pra gjithë problemi i faceliftit është planet ku futesh. Në faceliftet 200 vjet më përpara hiqe lëkura, fytyra kthehej aty ku ishte pas 2 muajsh. Më pas filluan të bëheshin vetëm ca palosje të shtresave të thella ose heqje dhe afrim, që përsëri
ka akoma kirurg që i aplikojnë dhe janë goxha të suksesshme. Pastaj doli një teknikë që merret me shtresën post lëkurës, që quhet SMAS, SMAS, Superficial Muscular Neurotic System, është një term që kemi ne, dhe ai mundohet që këtë SMAS-in poshtë ta ndaj nga lëkura dhe ta ndaj nga indet poshtë dhe të tërheqë këtë SMAS-in dhe ta pozicionoj, dhe duke ngritur SMAS-in ngre edhe këto dhomzat e djamit që janë rënë prej. Pra, në një farë mënyrë këto janë ato që ndajnë në shtresa, pra trajtojnë veç shtresën e thellë dhe trajtojnë veç lëkurën. Deep plane është një kapërzim i kësaj etape, pra ti në një farë mënyrë shkon deri në një farë vend dhe pastaj futesh më njëherë thellë dhe e trajton si një masiv edhe stresën e thellë, edhe djamin, edhe lëkurën. Edhe rezultatet janë shumë të mira. Ajo që është sot, le të themi si risi, nuk e di nëse dikush në Shqipëri e bën, nuk besoj se e bën akoma, është endoscopic facelift, që bëhet me incizione shumë të vogla. Pra për të mos patur prerje këtu, bën prerje shumë të vogla në pjesën e mbuluar me flokë të kokës, edhe që aty futen këto endoskopët dhe punohet vetëm ato. Edhe këto quhen ato scarless facelift, sepse ti e ke cicatrixin ose shenjën, por e ke shumë të kamufluar. A kam unë kundërshtimet e mia për këtë? Ndoshta dhe kam, po ndoshta bëhet unë rolin e Po ma thuaj, s'ka problem, ma thuaj cili është kundërshtimi. Më duket një vuajtje shumë e madhe. Para punës kërkon një ekspertizë shumë të madhe, që ti të trajnohesh e të bësh. Më duket një vuajtje shumë e madhe, ndërkohë që me prerje që ti bën, dhe duke ditur që shenjat janë të padukshme për 6 muaj, pse? Kjo është, ose më ngjallet themi me... është më e dhimbshme kur thua vuajtje shumë e madhe, apo... Për kirurgun. Për kirurgun, po që hallin e kirurgut, okej. Shumë mirë, pacienti është në anestezi, nuk ndjen asnjë gjë, po them për kjo, gjithsesi kjo është përshtypja ime personale. Unë e vlerësoj sinqeritetin tënd, prandaj të kam ftuar. Faleminderit. Edhe, domethënë, unë megjithatë, jo vetëm unë, po mendoj që shumica kirurgëve mendojnë që nuk ka teknikë të keqe ose teknikë të mirë, ka kirurg të mirë ose kirurg të këqij. A ndikon atë ditë humori i kirurgut? Kur je në humor të mirë, në energji të shlodhur, punon më mirë? Mendoj që në fillesat e një kirurgu kjo mund të ndikojë, por pastaj kur... Përvoja i mund. Në momenti kur ti ke një eksperiencë të gjatë dhe ti futesh në operacion, gjithçka për ty nuk funksionon. Bota përreth ka ndaluar, ti je komplet i përqendruar aty, ti nuk e kontakt në telefonin, nuk e kuptoj unë se si një kirurg mund t'i përgjigjet telefonatave kur është në operacion, ndodh. Por që nuk të intereson, dhe kjo është e keqe për familjen, se ty mund të ndodhi një situatë në familje dhe ti edhe sikur ti jetë situata më dramatike, ti je detyruar të mbarosh operacionin deri në fund dhe pastaj të merresh me veten. Doktor Sokoli, si u hodhe te kirurgjia plastike? Që në fillim ke qenë se e ke një farë moshe. Shumë faleminderit. Dhe kirurgjia plastike ne po dëgjojmë shumë të paktën në Shqipëri. Unë mendoj këto 15 vitet e fundit ka marrë një lloj hovi këtu. Kur ke qenë që në fillim që pas shkollës ke qenë kirurg plastik apo? Po. Okej. Por ka, domethënë mund të jem unik në këtë pikpamje, sepse unik jo për një, domethënë në mënyrën se si erdha. Rasti i vetëm. Po, sepse pasaj gjëra ndryshuan për punën e emërimit. Dhe unë kam konkuruar për specializim në vitin 1995, 2 vjet pasi kisha mbaruar atë, po 3 vjet, 2 vjet e gjysmë pasi kisha mbaruar fakultetin. Dhe unë nga Kuçova kam asnjëherë nuk kam gjetur mundësinë ta falenderoj atë që ka merit që unë jam këtu sot. Dhe është një incident shumë i thjeshtë, por shumë domethënës. Edhe shkoj për të regjistruar nga Kuçova dhe kishte 4 degë për specializim. Mesatara ime ishte super, kam qenë një në 10 studentë më të mirë të fakultetit të vitit tim. Edhe shkoj të regjistrohem për konkursin për specializim. Më thotë kjo sekretarja, djali ti e pas mesatare 9.98. Pse s'konkuron për QSU tonë? Ja, i them, shne unë QSU tonë, se mendoj. Po më çfarë gjetë ty tha? Konkuro sot për QSU tonë, pas 2 ditësh bëhet konkursi rretheve, pastaj çfarë humbeti në këtë mes? I them, po si bëhet kjo? Po, tha me këtë 5.000 lekë në regjistrimit.
dhe ajo më regjistroi. Dhe unë fitova. Edhe për fat të mirë, duhet të falenderoj shumë dekanin atëhershëm të fakultetit doktor Fedon Meksin, që bëri një sistem të tillë të pamanipulueshëm në konkurs. Ne ishim 70 veta, konkuroni për 20 vende në QSUT. Unë dola i treti, i dyti, dhe ne 3 parat me vendimin e Këshillit të Ministrave duhet të zgjidhnim. Pra fute ai që kishte dalë i pari, zgjidhte degën, pastaj futesha unë. Edhe i treti, të tjerët pastaj ndaheshin, aty mund të futeshin miq te këto gjëra. Mund fatmirësisht. Dhe unë isha shumë i luhatur midis kardiologjisë që e doja shumë, edhe kirurgjisë. Shkoj aty dhe më thot, ke këto degët, i them kirurgji. Thot ai për çdo kirurgjin, është kirurgji djegje. Në fakt ishte kirurgji e përgjithshme, po e fshefën për dikë tjetër. Unë nuk befasova një çik, do shkosh te spitali i djegëve, çfarë merresh me djegët, zgjidhni gjë tjetër. Edhe ai vendimi i çastit më unë do firmos kirurgji, s'ka gjë tjetër. Pra ky ishte konkurs për vend pune. Pra unë që në momentin e parë jam emëruar në spitalin e djegëve të Nën Tereza. Në një kuptim ke qenë fiks për këtë që po bën. Isha prandaj më unik në këtë pikpamje, sepse të tjerët që kanë ardhur pas me, kanë mbaruar, pastaj kanë konkuruar, nuk e kanë pasur vendin e punës të sigurt që ditën e parë që kanë filluar specializimin. Unë e kam pasur, fatmirësisht. Se është edhe merit, po edhe fat jeta. Është shumë fat. Ky është fat. Tani mirë, po, fat po e kishe edhe 9.98, të tha jo, shkova aty dhe pastaj more ti atë. Sigurisht. Është kombinim. Por mund të qellonte dikush që si bënte përshtypje fare ajo gjë, edhe do isha, nuk e di, gastropatolog në Kuçovë ose në mirë do ishte edhe atje, për ata të tjerët, po për ty është mirë këtu ku je, se po bën atë që do. Nuk e thash me përçmim, do isha atje, do isha këtu, unë kam shumë respekt për mjekët e rrethave, dhe më vjen shumë keq kur vinë edhe ndihem pak si të distancuar, janë mjekë si gjithë të tjerët, kemi bërë një fakultet, ne kemi këtë eksperiencë, ato kanë eksperiencën e tyre, s'ka asnjë gjë për të ardhur keq se je mjek në një rreth fare. Përkundrazi, ke mundësi që ti jesh një hero për qytetin ku je. Sigurisht. Një njeri shumë i nevojshëm. Tani unë nuk ri dot pa e thënë, sepse doktor Sokoli është i martuar me një figurë shumë të bukur që nuk ka nevojë për kirurg plastik dhe tek ai ka parë partnerin që ka qenë një figurë shumë e njohur në radio televizionin publik shqiptar, manjola e bukur me sytë e shkruar, me pak kaçurela. Është një dashuri e cila në fakt pastaj nuk e di, edhe këtu prap futet fati, ajo është bërë mami 49 vjeçe. Tani këto si kishte të drafti pyetje. Tani devi jo. Po të duash ti nuk e fusim. Jo, patjetër, jam shumë i lumtur që e përmende. Manjola është kaq e bukur sa thua ti, ndoshta edhe më shumë, po çdo gjë shumë fishohet kur kjo bukuria e jashtme është e shoqëruar dhe me bukurinë e brendshme. Është një person i jashtëzakonshëm, e urtë, e ditur, humble, se s'po më kujto, modeste në bukurinë dhe në diturinë e vet, dhe jam shumë i lumtur që Zoti e donte që ne të bënim edhe një fëmijë, Teon, dhe të gëzojmë edhe të na duket parësi se ti the që ke një farë moshe, me Teon nuk e kam atë moshë. Teon na bën të dyve të ndihemi më të ri dhe mendojmë si të jetojmë, për sigurisht edhe për djalin e madh që e duam shumë, po edhe për Teon që të jetojmë sa më shumë me të edhe. E shikon doktor Sokoli që të ri na bën dashuria, ndjenja njerëzit dhe jo doktori, jo kirurgu plastik. Pa diskutim. Prandaj dalim aty tek ai problemi që njerëzit e pakënaqur nuk mund të trajtohen me kirurgji plastike. Prandaj kirurgu do të jetë shumë i kujdesshëm për t'i evituar këto. Një nga rastet që ti duhet të evitosh për te pacientëve që kanë probleme shëndetësore, që insuficiencë kardiake, ku diun, nuk mund të bësh një pacient që ka bërë 3 bypasse dhe të kërkoj lifting, është një ndërmarrje shumë e madhe. Okej, zemra e tij mund të jetë shumë mirë, po është një ndërmarrje shumë e madhe, po ama këto që nuk naqen, kirurgjia plastike do t'i bëjë të ndihen edhe më keq. Okej, se kjo ishte pyetja që do të bëja. Është e vërtet që ato mund të zbukurohen dhe të ndjehen më mirë dhe padyshim disa njerëz që kanë komplekse të mëdha me pamjen, shumë mirë që kanë mundësi ta rregullojnë diçka. Unë e mbështes këtë. Po ai ke pyetur ti njerëzit që vinë tek ti,
ose a i ke kuptuar vetë si mjek? A janë ata të lumtur vërtet pasi e kryen atë? A është ajo pasiguria që zgjidhet vetëm me një tërheqje? Po, ka një problem të vogël këtu që pacientët që ecin mirë nuk i ke në kontroll. Follow-upin e shmangin që të gjithë. Do të thënë, nëse dikush vjen dhe është i rregullt, është ngjarje rrallë. Kështu që ti ke akses te pacientët që kryesisht tek ato që nuk kanë probleme të vogla. Megjithatë, një pjesë ti e takon sepse në Shqipëria kaq e vogël është, dhe unë mendoj që po, ata që nuk e kanë këtë shqetësimin e brendshëm, por që kanë kërkesa realiste për operacionin, për të plotësuar atë veten e tyre, ato janë shumë të kënaqur, nuk janë penduar dhe thonë që do ta ribëja këtë operacion. Kjo është ajo rewardi që ti merr. Nëse ai pacienti thotë që unë do ta ribëja këtë operacion, tregon që ke goditur, ke pacienti është ai i dur, rezultati është i dur. Po se njeriu ekuilibrin e gjen me raportet njerëzore në jetë, domethënë ajo mund të jetë një plus. Nga bisedat, dhe kjo është një gjë tjetër që ne do të kemi kujdes, është nga biseda me pacientin, ndonjëherë dhe pa kirurg plastik është dhe pak psikolog. Unë nuk është se kam qef ta bëj shumë psikologjinë, më kanë ndihmuar shumë Anjola që ka shumë njëri nga psikologjia dhe më ka futur çik tek ato brazdat, ato librat e vet që lexon, më ka dhënë shumë dieni nga psikologjia, megjithatë për shkak të kohës, të fokusit që kam, ndonjëherë më shket edhe pjesa psikologjike, po ndonjëherë pacientët në një farë mënyrë zbërthehen vet. Shiko se unë burim edhe aty do të jesh shumë i kujdesshëm. Gjëja që i them grave që... Çfarë thon për burrin? Po... Janë pak kënaqur burrat për pamjen? Po le të themi, ose po më tradhon. Dhe mendojnë që duke rregulluar një gjë të tillë do... Nuk e bëj për atë, po e bëjnë si akmari që shiko se unë jam... Nuk është momenti dur, pra ose kanë pasur divorc, kanë pasur një moment vështirë, ka pasur një humbje në jetë. Në të gjitha këto rastet është mirë që ti thuash pacientit merr dhe pa kohë. Sepse koha është ajo që fillon fundërojnë këto gjërat edhe që të kristalizohen mendimet, kërkesat edhe vetëm me i qartë të operacionit. Po, numëro deri në 10. Mos ke përgjigje rrëfeshëm. Mos kthe. Doktor Sokoli, më pëlqeu shumë kjo bisedë dhe kam dhe një pyetje të fundit. Çfarë është një ndërhyrje që nuk e duron dot, nuk e honeps dot dhe nuk të pëlqen? Unë po ta them. Buzët e mdha shumë, më të merrojnë. Nuk është pjesa. Po nuk është e jotja, po unë e them tek ata që shikon, jo tek ato që ti bën vetë. Dy gjëra që unë mendoj, një gjë që unë i them jo dhe as dua ta bëj është kur më kërkojnë cat's eyes ose Bella eyes. Bella eyes si Bella Hadid. Po, kështu ka dalë Bella eyes ose Fox eyes, ato sytë ngritur me këtë këndin të drejtë, po të tërhequr ashtu. Nuk më duket normale. Pacientët që kanë probleme dhe që bëjnë blefaroplastik ose ngritje vetull dhe rënje të vetullës e kanë për hak të operacion, por një vajzë 25 vjeçare që kërkon këtë gjë, unë i them që nuk e bëj këtë operacion, sepse nuk dua ta bëj. Gjëja e dytë që kam ato rezervat e mia është BBL ose Brazilian butt lift, që më duket një procedurë Okej, thuhet që është procedura që ka estetike që ka vdekshmëri më të madhe, megjithse është një shifër shumë e pallogaritshme, është shumë e vogël, po e ka, por se di, më duket pak. Unë nuk është se nuk e bëj, po asnjëherë nuk kam bërë BBL të mirëfillt, që t'jap një vëllim të jashtëzakonshëm, të injektoj 1 litër djam në secilën anë, 2 litra në të dy anët. Më duket një BBL i reduktuar dhe më duke i pranueshëm, për shembull për të mbushur ato që rëndon sot quhen hip dips, këto vrimat anësore, që të japësh një kurvaturë më të bukur. Aty ku dua një kurvaturë më të mirë, ti mund t'i propozosh që shiko se unë, pra gjithë problemi i rikonturimit është rikonturim në të gjitha drejtimet. Pra ti mendon se duke rritur këtë vëllimin do të duket, ndërkohë që do të mendosh që ti mund të ulësh dhe pjesën tjetër me liposuksion. Kështu që sasia e vëllimit që ti do shtosh bëhet më e vogël dhe efekti është më i mirë. Pra nuk është një BBL bombastik me 1 litër injeksion çdo anë, që pastaj rritet edhe mundësinë e ndërlikimit, dhe unë kam pasur raste që
një para pak kohësh më shkruante dikush që kishte bërë këtë dhe ishte një deformim i jashtëzakonshëm ta shifshe në fotografi, që kërkonte ta zhdukte atë. Pra ajo do të bënte tani liposuksion, por nuk besoj se është aq i thjesht liposuksioni për të rregulluar BBL-in, sepse ai djami aty nuk është më si djami natyral në dhomzat e veta, por është një djam i groposur ose i burgosur në scar tissue, kështu që është procedurë tjetër. Çfarë është bukuria për ty? Bukuria për mua është Manjola. Pra që lind, nuk krijohet. Që është bukuri si jashtëmi, por është po aq bukuria dhe së brendshme. Okej. E mbyllëm. Faleminderit. Faleminderit doktor Koli shumë. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.